Historia jote familjare është historia e një familje që la Kosovën në çfarë viti? Them të drejtën, familja ishte tepër angazhuar në çështjen kombëtare në Kosovë. Im gjysh. Idealist edhe ata. Edhe ata idealist, është e vërtet. Po si shumë tjerë, si shumë mërgjimtarë edhe sot, idealist ishin në atë aspekt, edhe gjyshi iku nga fundja e vitit të 80-ta, edhe pastaj sepse i redentist, sepse i kërkuar politik i përndjekur, edhe e krijoi me shumë miq tjerë, po edhe në Zvicër, po edhe në Lyon, u krijua kjo organizat si e parë ka qenë Akademia Fanoli, u quajte, e cila ka funksionu si ndërmjetësuese me Evropën, me Francën, e cila ka qenë diplomatikisht ka qenë ndërmjetësuese në Kosovë, siç e dini. Pastaj ne kemi ardhur në atë kohë, prindi pastaj ka ardhur me gjyshin, edhe tani e 40 vite, prindit jetojnë në Francë, po kthehen pas pak besoj kamet maksimum disa vite edhe kthehen në Kosovë definitivisht. Do kthehen prindrit në Kosovë? Po, besoj se po. Ka qenë gjithë një qëllim. Ka qenë ideja, diaspora gjithë ka këtë ide që një ditë do kthehen. Kjo e mban shpresën. Kjo e mban, domethënë mendon, që ata jetojnë aty me këtë ide. E flasim pak këtë gjë, ndalojmë pak, jo vetëm si shqiptari Kosovës, se nuk e dia mendoj ndryshe në Kosovë, ndryshe në Shqipëri, si ta them këtë gjë, po e flasim. Më bëri përshtypje. Në një moment, unë kam thënë, kur moderoja, që mërgata e shqiponjave që do kthehen dhe do bëjnë Shqipërinë. Po. Komente abuzuse, bullizuse, ku diun si ta quaj, më kanë sharë, më kanë masakruar, patronazhiste, njëri i Ramës, më thënë ca fraza të që shlidhje kishin këto me Shqipërinë. Unë jam njëri i Shqipërisë. Po, nëse do të më thuash diçka, domethënë, unë e dua Shqipërinë dhe unë e di që Shqipëria nuk bëhet dot po se erdhët ju. Ti do sklever, nuk e di çfarë, nuk shikoja një helm të madh aty, që nuk e kuptoj. Edhe vet, duke sikur po ftoja njerëz, po i merja, po i të hiqja me zor. Në fakt ajo nuk është ftesë për ka nuk janë ndjen, por është ftesë për ty. Është e vërtet. Që do kthehesh një ditë. Është e vërtet. Ose ti kthyer je në një farë mënyrë, se i kthyesh ai që ka mendjen në zemrën në këtu. Patjetër. Fakti që ti vjen Samit, ti tregon që ti ke një shtys. Patjetër. Cili do qoftë ky Samit, ndalojmë edhe flasim edhe për këtë. Dua të flasim bashk, duke i parë nga këndvështrimi yt. Pra, unë nuk e kam gabim kur i them një ditë do kthehen, ose kur besoj te kthimi. Si mendon sipas teje? Nuk mund ta kesh gabim kursesi. Kursesi sepse, siç e thash edhe më herët në një intervistë tjetër, kur thret Shqipëria, kur thret Kosova, sidomos Mërgat, mos ta harrojmë, Mërgata është një pjesë e madhe e Shqipërisë, jeton në Mërgat. Nuk po flas as për emitanca e këto tjerat, këto janë gjëra ndryshe, gjëra edhe ndoshta individuale ndërmjet familjes. Po flas që kur më thret në Samit, kushdo që të është. Edi Rama a di kush tjetër, nuk është problem. Edi Rama nuk e ka monopolin e Mërgatës. Edhe e thet vetë para disa kohe. Nuk e dim çdo jetë zgjedhje, çka do bëhet me Mërgatën, sepse nuk e kemi pas idenë. Po, pra Edi Rama nuk e ka monopolin e Mërgatës. A vje Edi Rama më fton në Samit, apo dikush tjetër, jam po. Të ka ftu Shqipëria? Më ka ftu Shqipëria, më ka ftu për të folur, më ka ftu për të bërë rjetizim, për të ngritë çështje. Tashtë, letime që Mërgata vetë në definicionin e vetë, në përkufizimin e vetë, është ideja që një person ka lidhje të qëndrueshme dhe të vazhdueshme me shtetin am. Ose me kombin am, sepse kombin. Si fillim është i identifikuar, pastaj ka një marrëdhënie, domethënë funksionale. Patjetër. Të gjitha këto na mungojnë. Patjetër. Unë nuk mund të flas vetëm për vete, sepse unë ndoshta edhe kthehena unë prej vogël e kam, sepse jam rrit në këtë aspekt, familja, gjithë është ideja do kthehemi një ditë dhe kur do kthehemi do kontribuojmë se ja kemi borxh. Gjithë ka qenë ideja që ja kemi borxh. Sepse nuk e ndjen veten. Unë jam gjenerata e tretë, është tjetër gjë, për prap e kam këtë ide që një ditë duhet një prezencë e dyfisht, një prani e dyfisht. Një ditë po.
Asa bukur, e bëre prani me njerë, sa qash shqipet mrekullueshme si e ruan një prani me njerë. Edhe prindrit që dhe janë rritë ndoshta, po prap nuk e ndjen veten të kontribosh vetëm për një shtet të cilin do të identifikosh, po jo në tërësi, edhe andej identifikosh prap jo në tërësi, do ta kompletosh dikun. Aty ku e kompleton në shteti jam. Unë do shta kthena. Kush e di? Sot e tham edhe në intervistë, ndoshta më nxjerr dikush më vonë, po ndoshta kthena më vyn vite. Sigurt. Edhe ti, edhe pse je i ri, praktikisht e ke këtë merakun se si bëhen virale këto frazat në. Po normal, po kush ta kesh pa menduar se bëhet virale ai fjala ime aty. Më ndodhi përsëri me, po më ndodh un ky televizion është televizion i diasporës. Normalisht është krijuar realisht me këtë qëllim. Unë e ndjeva që tregu, njerëzit mungonin, nuk ishin këtu, ishin jashtë, dhe atëherë ju drejtova të gjithëve. Dhe i vum një emër kur nuk e dia dhe vetë, domethënë, çfarë do bënim. Dhe i shkruajmë në televizionin e diasporës dhe pavarësisht sa mitemi ne kështu kemi funksionuar, tregojmë histori njerëzore. Dhe mua më vjen keq sepse ndryshoi her pas here, njerëzit tregojnë historinë e zemrës dhe fillojnë edhe paragjykohen ose bëhen viral. Dhe kur janë në një farë moshe tremben, edhe thonë ma iq. Po nuk do shkojmë kështu ne, nuk do autocensurohemi ne. Ne do ju mbyllim gojën komenteve bullizuese negative duke shfaqur më të mirën tonë, se si t'ja mbyllësh gojën. Duke i thënë që kush jam unë, çfarë dua unë, prandaj të mos i trembim njerëzit. Unë për shembull nuk trembem nga komentet. Okej, ti ke mendimin tënd, por ka njerëz që tremben, flasin për herë të parë. Është normale. Ti edhe vetë ndjeve që realiteti të vë në është normale. Rrjetet sociale, çdo mjet komunikim sot edhe të flasin me kontet falso apo me konte pa emër, pa mbiemër, këto gjëra as që i ndjej afër. Sepse fundja fundit gjithë kam qenë unë, po edhe organizata jonë e hapur për debat. Aty është për organizatën pak më shumë? Organizata është sport individ. Organizata nuk bëhet pa individet brenda. Se zakonisht kam shumë miq po më thojnë është gjë shumë abstrakte. Jo, organizata është një grup individësh, cilët e kam nderin ti përfaqësoj sot, sepse janë njerëz të mrekullueshëm. Janë njerëz student të angazhuar në jetën në Francë, po edhe në jetën në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni. Kemi ndërmarrës, kemi profesionistë, kemi gjenerata të ndryshme që vinë të pranishëm aty. Qofse jo që janë aktiv, e kemi mbështetjen. Kemi mbështetje gjeneratave të para, kemi mbështetje gjeneratave të dyta, treta. Organizata është ALEA, është Association Lyonnaise des Étudiants Albanais. I bie shoqata e studentëve shqiptar në Lyon, e cila edhe përkufizon edhe profesionistët. Për ta thjeshtëzuar, qëllimi jon që nga Natenita jemi riformu. Ka qenë çështja kombëtare në Atenitën, e cila ka pas shkollë shqipe, e cila ka pas fasad diplomatike, e cila ka kontribuar në Rambuje, protestat e tjera. A është një shoqatë e vjetër, pra që ka vazhduar? Patjetër, ka vazhduar, kemi ndrruar sepse çështjet kanë ndrruar. I bie që në 2008 kemi pas angazhim në pavarësi e tjera, kemi pas 2012 100 vjetorin, shkolla shqipe është shumë problematike në Morgat. Është tepër problematike. Ne për qëllim kryesor e kemi kujtesën kolektive në ndër gjenerata. E kemi angazhimin ton politik si student dhe profesionist të Morgatës. Kur them politik, e kemi një problem kryesor edhe në Morgat. Nuk e kuptojmë çka është politika kur e them. Politika, ne jemi jo apolitik, jemi apartiak. Nuk është e njëjta, seriozisht. Po është çudi, sepse ti je i Albinit për shembull të thënë. Ndërkohë që ti je i Kosovës. Po për atë e ftoj, më thonë, e ke ftuar Besashinin e kemi pas, PSD në Kosovë. E ke ftuar Besashinin, pse se ke ftuar këtë? Po unë para 1 muaje, 2 muaje e kam ftuar dikant tjetër. Tash unë jo apolitik i bie të asgjësosh si student pa dhe si profesionist. Kemi nevojë për çështje të mbajmë politike, përfaqësimi i Morgatës, drejtave votës, shumë gjëra tjera edhe në integrimin francez, le të themi, përfaqësimi i studentëve shqiptar në Francë e tjera, këto janë politike. Nëse nuk bëjmë politik në këtë aspekt e kam. Nëse nuk bëjmë politik, çka nevojitëm? Edhe kujtesa kolektive është politike. Të thuash, të kujtosh një event historik,
është politike. Në dritare keni një hapësirë totalisht që mund ta përdorni sa herë të ketë një çështje që doni të diskutoni, thjesht online, sepse këtë bëjmë për herë dhe flasim, komunikojmë. Unë deri tani kam treguar histori individuale, tani dua të tregoj histori politike. Pikërisht këtë gjë, të organizatave, të grupimeve, të njerëzve që bëhen bashkë për një qëllim dhe qëllimi madhor është ky. Të kthejmë zemrën, trurin në Shqipëri, në mos edhe vetë përfundimisht, në Shqiptari, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, të mos lëmë të na shpërngulin, siç kanë bërë me Bujanovcin, siç kanë bërë me Cilë duhet të rikujtojmë shumë. Po, siç kanë bërë me Plave Guci, siç kanë bërë në shekuj e në vite, ne nuk do i lëmë të na shpërngulin. Përkundrazi, ne do kthehemi dhe do punojmë tokën tonë dhe do bëjmë politikë patjetër. Patjetër. Aty është ideja.